Prej disa ditësh në media qarkullojnë mesazhe që implikojnë deputeten socialiste Klotilda Bushka dhe ish kryetaren e KLG-s, Naureda Llagami. Nga mesazhet e publikuara, i dhe ndyshime mbi përpjekjet që po bëhen nga Bushka dhe Llagami për të pasur njerëzit e tyre në SPAK, apo për të emëruar dikë të brendshëm në prokurorinë speciale. Por në një reagim të sotëm, Naureda Llagami ka sqaruar se komunikimet e prezantuara me zonjën Bushka të publikuar në media janë të pavërteta dhe të fabrikuara. Sipas Llagamit, këto komunikime elektronike nuk kanë ndodhur kurrë dhe janë prodhime të fabrikuara që lehtësisht mund të verifikohen. Ajo thekson se këto mesazhe janë shpërndarë në mënyrë anonime në media të ndryshme nga një person i cili prej një viti e ka përndjekur në platformat sociale LinkedIn apo Facebook, duke postuar materiale që cënojnë rënd reputacionin e saj. Llagami ka bërë të ditur se i njëjti person ka fabrikuar komunikime imagjinare për ndikime në sistemin gjyqësor, për të cilat tashmë është proceduar penalisht për kallëzim të rrem dhe falsifikim të dokumenteve. Për më tepër, personi në fjalë është pezulluar nga Këshilli i Lartë gjyqësor, gjatë kohës kur Llagami drejtonte institucionin. Duke reflektuar mbi periudhën 5 vjeçare të drejtimit të KLG, Llagami thekson se ka punuar me përkushtim dhe profesionalizëm për të krijuar një model të ri të qeverisjes së sistemit gjyqësor. Ajo shpreh bindjen se ky model është ndërtuar mbi baza të forta dhe parime të larta etike. Llagami nënvizon vendosmërinë për të ndjekur rrugën ligjore për të mbrojtur figurën dhe integritetin e saj.